atëherë kur gjen se besimtari futet në namaz, në adhurim dhe thjesht e kryen atë mekanikisht, por mendja e tij është tek dynjaja, tek rendja pas pasurisë. E sikur se e thash, që shembujt e ardhur në hadith janë thjesht për të dhënë shembuj, kështu që njeriu mund të bëhet edhe rob i makinës, apo rob i pronës së tij, rob i tokave, mund të bëhet rob i muzikës, rob i lojtarëve i futbollit nëse vazhdimisht e ka mendjen vetëm në diçka të caktuar. Njeriu mund të bëhet rob i modës, i robave. Sikur se ka ardhur në këtë hadith, ta'isa abdul khamisa. Dhe khamisa ka qenë në atë kohë një rob e bukur me viza me katror, pra rob me vlerë. Dhe pikërisht atëherë kur njeriu e ka mendjen vetëm të ndjeki modën, të ndjeki veshjet e reja, duke mos mbajtur atë mesataren e artë, atëherë kthehet në rob të madhrave të kësaj bote. Një grua e cila ndjek vazhdimisht modën, vazhdimisht modelet e reja, vazhdimisht duke bler gjëra të reja dhe sa e vesh atë, më pas me qenë se të tjerat e pan, me atë rob, atëherë ndjek dhe merr robën tjetër.